Fillimisht marrim vishnje të cilat janë kështu në kavanuza dhe largojmë lëngun nga vishnjet. Ndërsa kokrat e vishnjes do t'i ruajmë për më vonë, do të na nevojiten për të përgatitur krimin. Në një të madhe, vazhdojmë që ta përgatisim krimin. Shtojmë 250 ml krem hopla për ëmbëlsira. Tek krimi pana, shtojmë edhe 3 lugë gjelle me sheqer pluhur. Vazhdojmë rajmë me mikser për disa minuta, derisa krimi të fitojë trashësinë e dëshiruar. Tani që kremi pana është trashur, vazhdojmë që brenda të shtojmë 400 gram mascarpone. Vazhdojmë rajmë me mikser edhe 2-3 minuta tjera. Dhe kremi është gati. Tani marrim lëngun e vishnjeve dhe biskutat Saviorti i rrotullojmë në lëngun e vishnjeve për 2 sekonda. Tani me kremin që përgatitëm, vazhdojmë të mbushim brenda. Vazhdojmë tani sipër kremit, të rendisim edhe nga një rand me biskuta, të cilat përsëri do t'i zhysin në lëngun e vishnjes. Dhe vazhdojmë tani që përsëri të shtojmë edhe një rand krem sipër biskutave. Tani në një tenxhere i marrim vishnjat të cilat larguam më herët. Sipër vishnjave shtojmë 100 ml me ujë. Sipër vishnjave shtojmë edhe 2 lugë gjelle me sheqer. Presim tani në zjarr mesatar derisa vishnjat të fillojnë dhe të vlojnë. Në një më të vogël do të shtojmë 1 lugë gjelle me një shiste. Tek një shistja do të hedhim pak ujë për ta tretur. Përziejmë mirë tani. Sipër e shtojmë tretjen e një shistes me ujë dhe zijem tani derisa kremi i vishnjeve të na trashet mirë. Dhe tani me kremin me vishnje i dekorojmë sipër. Ëmbëlsirat janë gati. Mund vazhdoni dhe t'i shijoni pasi që të ftofen për 30 minuta në frigorifer. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju dhe do t'i shijoni. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.